9 maj shënon ditën e Europës, një datë simbolike që përkujton paqen, bashkëpunimin dhe bashkimin mes vendeve europiane. Për shumë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë, kjo datë mbart edhe një kuptim tjetër, aspiratën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, për qytetarët e Vlorës, entuziazmi i viteve të para duket se është zbehur, pas një rruge të gjatë pritjeje, premtimesh politike dhe procese të stërzjatura. Shumë prej tyre mbeten skeptik nëse integrimi i vendit në BE do të realizohet së shpejti. Sipas tyre, Shqipëria ka ende shumë punë për të bërë, për të përmbushur standardet europiane. Procesi i integrimit nuk duhet të mbetet vetëm një slogan politik i përdorur gjatë fushatave elektorale, por një objektiv që kërkon reforma reale dhe rezultate konkrete, thonë qytetarët. Ata theksojnë se prej vitesh dëgjojnë të njëjtat premtime për afrimin me Europën, ndërsa ndryshimet në jetën e përditshme janë të pakta. Po patjetër, ne shpresojmë. Jemi shumë të dedikuar për të vajtur në Bashkimin Evropian, që të bëhemi neve si Evropa. Dhe çfarë duhet plotësoj qeveria? Qeveria duhet plotësoj kushtet të mirëqenien e popullsisë, që populli të mos jetë rrugëve, të ketë garanci, të ketë siguri. Se pos pati këto nuk mund të vëhemi do të në Bashkimin Evropian. E parashikoni të afërt ditën apo? Po ditën nuk parashikohet ajo dhe di. Me këto qeverit që janë sot e vështirës, se nuk punojnë për popullin. Prandaj është si enigm, nuk s'ke qatë përgjigjesh. Çfarë duhet bërë për të integruar në Bashkimin Evropian? Që të bëhet plotësos kushtet që kërkojnë ata. Një pjesë e mirë e qytetarëve mendojnë se politika shqiptare nuk ka bërë aq sa duhet për të çuar vendin drejt Bashkimit Evropian. Ata shtojnë se integrimi kërkon vullnet të përbashkët dhe jo vetëm deklarata publike apo përplasje politike që zgjasin ndër vite. Ndër faktorët që sipas qytetarëve vazhdojnë të penalizojnë Shqipërinë në rrugën drejt BE-s janë korrupsioni dhe pandëshkueshmëria. Shumë prej tyre besojnë se pavarësisht reformave të ndërmarra, ende mungon dëshkimi i zyrtarëve të lartë të përfshirë në afera korruptive. Për këtë arsye, besimi i qytetarëve te institucionet mbetet i ulët. Megjithatë, pavarësisht skepticizmit, shumë shqiptar vazhdojnë të shohin Bashkimin Evropian si një mundësi për më shumë zhvillim, standarde më të mira jetese, si dhe më shumë siguri për të ardhmen. Ndërsa Shqipëria vijon procesin e negociatave dhe përpjeket për të përmbushur kushtet e vendosura nga Brukseli, qytetarët kërkojnë më shumë rezultate konkrete dhe më pak premtime. Në ditën e Europës, mes festimeve simbolike dhe mesazheve politike, mbetet ende e fortë pyetja që shumë shqiptar bëjnë prej vitesh: sa larg është realisht Europa për Shqipërinë?